Pastaj çështje tjetër nëse hymë në brendësi të kërkesave të tyre, të mënyrës se si shohin politikën, cilat kanë qenë shtresat sociale qytetare, edhe politike të cilat që kanë qenë gjatë gjithë këtyre ditëve pjesë e protestës, është një, do thosha, një diskutim që është shumë i gjerë dhe kanë këndvështrime shumë analitike të cilat besoj se kemi kohë në kësaj radhe për të diskutuar. E vërtet, zoti Çika, unë e përmenda vetëm për shkakun e diskutimit që po bënim më herët për ta sjellë si një mënyrë apo si një përvojë që ne tani më me sa duket po e përjetojmë dita ditës. Më lejo t'ju pyes, ju me të drejtë po e shtronit edhe më herët si diskutim çështjen e ndryshimit të strategjive sa i takon Bashkimit Evropian në mbrojtje dhe më gjerë se sa kaq. Mendoni se ka një po hyn Bashkimi Evropian në një fazë të re, po e quaj unë, ndoshta mund të edhe të mos quhet e tillë, ku kërkon më shumë autonomi strategjike. Pra, një farë distancimi deri diku po e quaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull, ose një kërkesë për të treguar forcën deri diku. Shikoni, dy konflikte të cilat janë, po shkojmë në vitin e 5 aty në Ukrainë, dhe konflikti ose luftës në Ukrainë dhe konfliktit në Iran, kanë sjellë në vëmendje së bashku, do thoshja, shtesë edhe me rikthimin e presidencës Trump, kanë sjellë në vëmendje atë që është se si Europa do duhet të funksionojë në të ardhmen. Dhe ka bërë dhe një zgjim, do thoshja unë, të elitave politike europiane për të parë dhe për të përballur me të ardhmen e Bashkimit Evropian në aspektin kryesisht të sigurisë, por edhe të se cili do jetë roli i Europës në arenën ndërkombëtare. Pra nga një aktor i cili ishte parësor, e shikon veten tashmë që nuk është një ndër aktorët më parësor, por ka dhe aktorë të tjerë të cilët po rilindin ndërkombëtar, të cilët ose më saktë në rajonet e tyre dhe në zonat e ndikimit të tyre janë mjaft të rëndësishëm, përmend këtu Kinën, Rusinë, sigurisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës.